Faleminderit organizatorëve. Faleminderit të gjithë ju për pjesëmarrjen në këtë aktivitet sportiv që ka rol sensibilizues. Sporti dhe shëndeti. Të gjithë ata që merren me sport kanë një shëndet më të mirë. Prandaj këtë mesazh duhet të përcjellim që të merremi sa më shumë me sport në mënyrë që të jemi të shëndetshëm. Atëherë, në fund të aktivitetit do të ndajmë disa certifikata sipas vendeve që u arritën. Certifikat. Kjo certifikat i jepet vendit të parë të vajzave për klasat e 6 të 7. Nxënëses Eriselda Çela, Shkolla Rilindja. Me motivacionin Krosi i Vjeshtës, e cila organizohet nga Bashkia Gramës dhe Qendra Kulturore e Fëmijëve. Kjo aktivitet sportiv ka për qëllim nxitjen e fëmijëve drejt një jetë aktive dhe të shëndetshme. Eriselda, ta gëzosh edhe suksese. Bëre dhe medalje. Bravo, Eriselda. Do bëhesh sportiste. Ta vazhdojmë apo do vazhdojmë? Faleminderit QKF-s dhe Zyrës Arsimore. Faleminderit gjithë ju që fëmijëve që morët pjesë në këtë maraton. Doja shumë që aktivitetet tilla të ishin të përhershme dhe të vazhdueshme, sepse sporti është kalitje e mendjes dhe trupit. Dua t'i jap të certifikat të vendit të parë për djem, klasa e 8 dhe 9, nxënësit Erlis Hoxha, Shkolla Shahidi. Për klasat e 8 dhe të 9, nxënëses Anastasia Kokomeci, Shkolla Aslan Shahini. Kampione qoftë gjithmonë. Kjo certifikat i jepet vendit të parë klasave 6 dhe 7, nxënësit Renato Lukaj, Shkolla Aslan Shahini. Certifikat nxënëses Elena Murati.
Faleminderit Elena. Ta lexoj edhe këtë unë. Kjo certifikati jepet vendit të dytë vajza klasa e 6 dhe e 7 nxënëses Irina Koçi. Shkolla Ashkan Kaimi. Bravo Irina. S'ka nuk ka një lloj, vetëm dy. Nxënësit Fabian Çaçiu, shkolla Aslan Shahim. Dhe përsëri vendi i dytë djem nxënësit Rajsan Hoxha, shkolla